Shara, të lutem, a ka mundësi me më tregu kush është ky njeri pa korruptum që ata që rrinë e kanë zor me menu që shmi vjet me milionat, si jam të nejtë me këtë njerin e pa korruptum? Kush është ai njeri? Po. Vetë vendosi ka shumë njerëz të tillë, fatmirësisht, ka edhe njerëz të tillë që kanë një aty veç për me vjedh. Është e vërtet, po ky njeri është Albin Kurti. Po shqyr që nuk është i vetmi se ti shkon veç vet. Çfarë? Njeri që shpothojnë, veç Albin Kurti nuk vjedh të atjerë keti në hojna. Po s'munët një, edhe kjo kokahajnë pra, nëse keti i shuk t'i kohajnë, edhe kjo kokahajnë. Nuk munët kjo më konë jo, duha replikën e Nolin në këtë. Nuk munët kjo më konë i ndershëm. Ja, të lutem, nuk munët kjo më konë i ndershëm e me thonë në ke shuk, kom i post pa ndershëm. Kam shumë kurresit atë gjej në lushin që. Nuk munët të më nejtë me hojnë, e të i vetë i ndershëm. Kjo mos mendoj që është çaq e palogjikshme. Është metoda klasike për mi kontrollu bashkëpunëtorët. Jep jau epshet, jep jau knatësit, edhe përmes atyne knatësive ti i kontrollon. Kjo ka ndodhur në çdo sistem të tillë si Zotit Kurti. S'ka nevojë me vjedh për veti. Po sot Kurti nuk jeton më keq se që ka jetu.